sot në këtë zonë ndodhen dy makinat kryesore që gjatë jetës tij Enver Hoxha, diktatori shqiptar, përdori për të transportuar në pjesë të ndryshme të Shqipërisë. Ky është një Mercedes-Benz 600 W100 limuzin i prodhuar në vitin 1966. Në atë kohë mendohet janë prodhuar rreth 2000 makina të tilla, është e njëjta makinë që është përdorur edhe nga diktatori Jugoslav Josip Broz Tito. Kishte dy versione, pra më të shkurtrin dhe më të gjatin. Ky është versioni më i gjatë i makinës së Enver Hoxhës. Në të gjitha filmimet e kohës, Enver Hoxha shfaqet me këtë makinë në pjesën më të madhe të jetës së tij. Makina është me dy flamuj. Ka vendin për të vendosur flamujt, edhe pse nuk shërbeu për të marrë asnjë personalitet të huaj. Kjo është pjesa e hyrjes. Sot, sedilet e para për arsye të mungesës së sistemin pneumatik janë të rrëzuara, po unë po ju tregoj pak çfarë ka. Po ta vini re, makina është me marsh automatik. Është nga të parat makina me marsh automatik që kanë funksionuar në atë kohë, pra shifeni. Makina ka një shpejtësi prej 220 km/h, që për kohën ka qenë thuajse e pabesueshme dhe ka qenë makina ndër makinat e para fare në botë me sistem kondicionimi. Shiheni, me sistem kondicionimi, me kaset, pra me radio dhe kaset që në atë kohë sapo ishin shpikur. Kjo është pjesa e kësaj, duhet jetë e mbyllur. Makina ka dhe diçka interesante në pjesën e saj të mbrapme. Shiheni timonin se çfarë elegancë ka. Ishte e gjitha me velut dhe ishte makina më luksoze që Mercedes-Benz kishte prodhuar në kohën e tij. Ka dy gjëra tjera interesante, këtu janë të gjithë sistemet e komandimit, të cilët për herë të parë sistemet e komandimit të dritareve ishin elektrike. Aty po shihni që është vetëm dritarja e parë, butoni dritares parë, këtu janë të 4 butonat, mbi të cilët sistemi i xhamave ishte elektrik, pra nuk ishte sistemi me manivelin e famshëm, ndërsa në pjesën e mbrapme, ku normalisht Enver Hoxha qëndronte, është shumë e vështirë sepse makina ka disa gjëra që janë një kuriozitet. E para njerë është sërish sistemi i xhamave dhe sistemi i shtrirjes së makinës, po ta shihni këtu që shkon për të ndetur më rehat, është pirësja, në atë kohë lejoi duhani, është sistemi i kondicionimit që mund të komandohet nga mbrapa, ndërkohë që gjëja që bën më shumë përshtypje në këtë makinë dhe vazhdimisht e kam pyetur është sistemi i radios. Askush nuk ka ditur të më japë një përgjigje të saktë se përse është përdorur ky sistem. Është ky sistem këtu, i cili tregon mënyrën e shiheni, është ky sistem këtu radioje, i cili është pak i çuditshëm, ja dhe sistemi i shtrirjes makinës, pra i zgjatjes të sediljes. Kjo është ulja e xhamit, kjo ishte klima, ndërkohë që është një sistem radioje që duket që është instaluar në atë kohë, ja dhe sistemi, kryesisht për, ky duhet jetë një sistem radioje, të paktën më kanë thënë, sepse askush nuk di ta thotë, edhe pse këtu më duket që mund të ketë më shumë lidhje me pjesën e kondicionimit. Çdo pjesë rifiniture është e bërë me dru, shiheni, me dru qershie, që është shumë i rrallë. Çdo gjë është e bërë me dru qershie, me velut dhe me inox që në atë kohë ishte në kulmin e tij. Shiheni, në të gjitha rifiniturat e poshtme janë me inox dhe me lëkurë të cilësisë më të mirë siç është. Shiheni se çfarë pune është bërë. Ishte makina më luksoze që Mercedes-Benz prodhoi në atë kohë. Enver Hoxha e përdori këtë makinë për të gjithë udhëtimet e tij nga Tirana. Mund ta shihni me këtë në Orikum, mund ta shihni me këtë në Vlorë, mund ta shihni këtë në të gjitha takimet që ai bëri. Është makina, thash, më e bukur që ndoshta ka qarkulluar në rrugët e Shqipërisë deri në vitin 1991 dhe një prej Bencave të rrallë, i cili sot është pasuri e shtetit shqiptar dhe pronë e drejtorisë së shërbimeve qeveritare. Kjo është një nga makinat e dhuruara për Enver Hoxhën nga kinezët. Është ndoshta një nga perlat e prodhimit të saj në kohën që ishte. Është prodhim i kompanisë makinave kineze Hongqi, e cilat ende sot prodhojnë makina cilësisë lartë për në Kinë. Është prodhuar në vitin 1965, i njëjta kohë me Mercedes-Benzin. Unë nuk e kam parë thuajse kurrë Enver Hoxhën tipur në këtë makinë, por thonë që kjo ishte një prej makinave që ai përdorte në atë kohë. Është sërish pronë e Ministrisë Kulturës, është prodhuar pra në atë vit,
Hongqi në Shqipëri njiheshin si flamuri i kuq. Ja dhe sistema e flamurit kuq, në fakt ishte një imitim në një farë mënyre për i Mercedes-Benzit të madh. I takonte, flamuri kuq i takonte kompanisë, domethënë imitimit të gazit sovjetik. Por, kjo është padyshim makina më luksoze që Kina ka prodhuar në atë kohë. Ja ku i keni 3 flamujt e kuq. Makina e ka sistemin e hapjes dhe mbylljes dyrave, është goxha më e bollshme se është sistem më limuzin. Nëse e shihni pjesën e parshme, ku ulej shoferi, sedilja është e gjatë, edhe kjo makinë është me sistem automatik, pra shiheni se si lëviz, nuk është me sistem automatik, është me kondicionim, edhe pse kondicionimi është shumë më pak, ja ku është shumë më pak i sofistikuar se ai i Mercedes-Benzit, ka një shpejtësi deri 180 km/h, ka bërë vetëm 2634 km. Është i përdorur me një dru që vjen nga rrënjët e trëndafilit, që është po ashtu shumë i rrallë, por pjesa më interesante e tij është pjesa e mbrapsme. Po të vini re, ndryshe nga Mercedesi, xhamat janë manual, nuk janë elektrik. Pra Mercedesi ishte një model shumë më, por hapja e derës është në të njëjtin në drejtim të kundërt, ngjashëm me limuzinat, pra jo si Mercedesi. Ktu supozohej që duhet qëndronte Enver Hoxha, ka vend dhe për dy sedilje të tjera që mund qëndronin nëse kjo kthejnë sistem, pra shifeni, nëse do të përdoret për 7 persona, madje për 7 persona, ndërsa këtu ishte versioni i gjatë i saj, së bashku me vendin për të mbajtur derën, me rrënjë trëndafili thashë e gjitha, me një sistem, dhe kjo është më interesantja, të xhamit që mbyllej këtu. Pra duke shtypur këtë buton këtu, xhami mbyllej dhe krijoi një ndarje mes pjesës mbrapsme ku qëndronte Enver Hoxha dhe shoferit. Në pjesën këtej është sistemi tjetër i komandimit, pra janë të gjithë sistemet e komandimit të kondicionimit, ja ku është dhe kondicionimi që vjen nga poshtë, dhe njëkohësisht butonit që hapte dhe mbyllte xhamin e mëparshëm. Është i gjithi me një lëkurë shumë të mirë në fakt, jo me velutin e Mercedes-Benzit, po është padyshim një prej makinave më të bukura që Shqipëria ka poseduar në atë kohë. Është një makinë, thash, fantastike, flamuri kuq ose Hongqi, në atë kohë flamuri kuq ishin makina edhe për konsumin, edhe për transportin e zakonshëm të rrugëve. Ndoshta kjo është makina më e bukur që ka pasur, natyrisht jo aq e sofistikuar sa Mercedes-Benzi, por padyshim është shumë më e rrallë, sepse sot është thuajse e pamundur që në perëndim të gjesh një kopje të këtij versioni të Hongqis përdorur për anëtarët e byros politike kineze të viteve 60. Ndërkohë që Mercedes-Benzi, duke pasur 6.000 ekzemplar, pra 2600 ekzemplar, është më i thjeshtë gjendur. Këto ishin 2 makinat më luksoze që Enver Hoxha pati në jetën e tij, duke përjashtuar limuzinën me 3 dyer, pra që e cila kryesisht u përdor për personalitetet.